Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ditësie ndahet nga jeta Lulzim Basha. Një titull tronditës është përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale dhe shumë portale online kanë shkaktuar panik dhe reagime të forta në publik, me titull "Vdes në aksident Lulzim Basha". Brenda pak minutash mijëra qytetarë nisën të kërkojnë informacion, ndërsa komentet u mbushën me dhimbje, tronditje dhe konfuzion. Megjithatë, shumë shpejt u bëi qartë se bëhej fjala për një keqkuptim serioz dhe një përdorim të papërgjegjshëm të titujve sensacional. Burime zyrtare dhe familjarë sqaruan se nuk ka ndodhur asnjë aksident fatal që lidhet me politikanin e njohur Lulzim Basha dhe se ai është shumë mirë me shëndet. Sipas informacioneve të konfirmuara, aksidenti në fjalë ka ndodhur në orët e vona të natës në një segment të rrugor jashtë zonave urbane, ku një automjet ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një mjet tjetër. Fatkeqësisht nga përplasja ka humbur jetën një person me emër të ngjashëm, gjë kjo që ka sjellë konfuzion të madh në raportimin fillestar. Ekspertët e medias theksojnë se përdorimi i emrave publik në tituj të paqartë, pa verifikim dhe pa kontekst, përbën jo vetëm shkelje etike, por edhe dëm të drejtpërdrejtë për opinionin publik. Pra, është një lajm i rrem dhe ne e konfirmojmë këtë si të tillë.